të ndalemi pak tek Belinda Balluku, ku flitet për një zarf, flitet për një USB. Çfarë ka kjo USB-ja e Ballukut, mirë ta marrin vesh? Dhe në fakt nga e dinte Rama zarfin e Ballukut, se Spaku e kishte dërguar në mënyrë të fshehtë. Po, ju mendoni se zoti Rama nuk di asgjë? Zoti Rama nuk din vetëm ku ndodhin vepra penale. Zoti Rama çdo gjë din. Zoti Rama merret me portalet, merret me analistët, merret me çdo gjë në këtë vend. Po, ka filluar të kapet edhe me gazetarët, me Klodiana Lalën, por edhe me Fevziun së fundi. Ai është një aktrim i bukur, zoti i madh. Ai është aktor. Ai është njeriu i cili vdes të bëj batuta aty ku ka situatën më të rrezikshme për veten e tij. Po nuk mund ta bashkëqyroj për shkak se ul nivelin tim dhe them o zot ku po e çoj. Po. Tani situata është këtu tani. Ma shtjelloj edhe një herë pak pyetjen tënde, të lutem. Ideja është që ka një zarf nga ana e Spakut adresuar për Belinda Ballukun, ku besoj është përfshirë edhe kërkesa për heqjen e imunitetit dhe hapje thash nuk rrugës. Më relato a ka 16 më faqe. Shtjelloj. Pra konkretisht çfarë përmban zarfi i Spakut që është dërguar Edi Ramës, dhe nga e di Edi Rama për mbajtjen e zarfit, ndërkohë që zarfi ishte i fshehtë. Dhe çfarë ka USB-ja e Ballukut në këtë rast? Është bërë shumë e madhe kjo. Kur unë nuk jam antar komisioni, nuk kam gati ditë çka ka zarfi apo çka ka USB-ja. Po. Tani thot, shikoj, çfarë ndodh tani? Në rast se i pandeuri nuk din çfarë ka dosje ndaj tij, do të thotë ai është në burg. Mos e ka hapur Peleshin në atë rast. Po jo më kushto llogarit Pelesh. Pelesh është një marionet aty. Po dëgjoj mua. Në rast se ai din çka ka brenda ajo, do të thotë që dikush nga Spaku ja ka dhënë Ramës që të mësojë çfarë në të realitet ndodh aty me Ballukun. Pra do të thotë që Spaku ka tradhtuar Ballukun edhe i ka dhënë Ramës çdo informacion kundër Ballukut. Pra nuk kupton që 16.000 faqe nuk kanë diçka kundër Ramës. Dhe ka vetëm Ballukut. Po pse duhet përdoret, se të prandaj të kërkova shtjellimin edhe shumë mirë madh këtë, po dëgjoj pak tani ç'a ndodh. Balluku vjen nga një moment kur Beqir Balluku u godit nga sistemi. Dhe vin tani sot në 2025-ën, pavarësisht se jemi në 2026-ën, dhe ajo procedohet nga fillimi i tetorit, mos gaboj, në fund të tetorit i çka e tillë, dhe është si në 1944 që ishte manuali i njëjtë. Pra, në të njëjtat tipare, po thjesht ishte Partia Popullore Socialiste, sot është Partia Socialiste e Shqipërisë dhe Qeveria e Partisë Socialiste. Pra, i njëjti manual është. Pra, edhe atëre partia e dinte shumë mirë çka kishte bërë ti. Po çfarë bënte partia atëre? Investonte çfarë? Te ty. Si investonte? Që ti të bësh gabime. Po çfarë bënte te gabimet? I merrte edhe thjesht i shënonte. Por tani lind pyetja, shënimin e gabimeve e mbante vetëm Edi Rama apo i përcillte edhe Spakut? Dhe vim pikërisht tek ajo që unë të kam thënë ty. Libri i procedimeve penale ishte në kohën e Dumanit te Spaku apo ishte te Edi Rama në kryeministri? Unë them kryeministri. Ai që akoma bën lavazh të Spaku i pavarur kështu me radhë, dhe sigurisht që thotë që ka Spaku dhe Dumani, dhe unë po them ka Dumani. Dhe në momenti kur Dumani po ikën për shkak se u prish marrëveshja që ta marrësh dhe ti mandatin e dytë, sepse do shkosh do ikësh me kokë lart nga Spaku, se ka edhe një ego a Dumani, di ti? Ka ego. Pra, unë kush je ti, e kupton, unë kam der, kam dinjitet, pavarësisht se dinjitetin edhe nderin tjetrin ai e copton, sepse mendon se pushteti është i përjetshëm, e kupton? Punë tjetër kjo. Por tani lind pyetja shumë e qartë për ju, të gjithë. Kush e procedoi penalisht Ballukun? Veprat e saj penale individuale
veprat e saj penale kolektive përfshi Këshillin e Ministrave, apo mentaliteti komunist i Altin Dumanit që në fund fare procedon armikun e Edi Ramës? Pse këtë gjë? Sepse gjithë manuali që u përdor në drejtimin e Dumanit ishte çuna dhe goca vendosnin në burg të gjithë të cilët i pengojnë rrugët Edi Ramës. Pra, zonja Balluku nuk e kuptoi. Zonja Balluku ishte kaq shumë naive që mos ta kuptonte. U mendoj se nuk është naive zonja Balluku. Bën sikur është naive. Po as zoti Rama nuk është naiv. Po sigurisht edhe zoti Rama dinte dhe kishte informacion se pikërisht Dumani ja përcillte Edi Ramën informacionet e përgjimeve. Prandaj po them që shtjellojnë në aspektin e kaq, pra Dumani bashkëpunon me Ramën, Rama kërkon ndihmë Dumanit, më pastro Ballukun. Dumani e bëri. Prandaj, çfarë pret ti tjetër nga Spaku? Avokat dhe i pyetje fundit, si mendoni çfarë do të ndodhë me 22 janar në gjykatën kushtetuese e cila do të mbajë një seancë të hapur çështjen e Belinda Ballukut, ndërkohë në datën 28 janar do të mblidhet komisioni, do të mblidhet Këshilli i Mandateve dhe Imuniteteve për shqyrtuar kërkesën e Spakut, ku struktura e posaçme kërkon heqjen e mandatit dhe imunitetit të Belinda Ballukut, që më pas t'i hapet rruga arrestimit saj. Atëherë të përsëris atë që kam thonë që në fillim në pezullimin e vendimit të GKK-s dhe atë që ne themi prekjen edhe shkeljeve të kompetencave që ky vendim bëri nga një gjykatë e Partisë Socialiste në kuptimin e porosisë që zonja Balluku duhet patjetër të procedohet në aspektin e pezullimit, por dua të më lejoni të ritheksoj dhe të risjell në vëmendjen tuaj atë që unë vazhdimisht kam thënë dhe asnjëri ose disa e kanë dëgjuar, por përsëri dua ta përsëris se 3 ditë zjat lajmi dhe pastaj shnetet mira. Do thot, zonja Balluku, në rast se gjykata kushtetuese është në nivelin e duhur, sigurisht nuk mund të pezullohet si zëvendës kryeministre. 1 kjo. 2. Gjykata kushtetuese, në rast se do të marrë nivelin, të vinë në nivelin e duhur, duhet të deklaroj konfliktin e kompetencave midis GKK-s dhe kryeministrit dhe në të njëjtën kohë gjykata kushtetuese duhet t'i japi mesazh GKK-s që nuk është mbi zotin, po thjesht është pjesë e sistemit të drejtësisë. Pra, është pushteti gjyqësor që nëpërmjet vendimarrjes së saj dhe shpreh një pushtet tjetër ekzekutiv, ose një pushtet s'ka rëndësi edhe cilësia e tij. Pra, gjykata kushtetuese duhet të veprojë në këtë mënyrë që të japi të drejtë që po, në rastin e zonjës Balluku është shkelur kushtetuta dhe GKK është futur në kompetencat e Këshillit të Ministrave dhe Kryeministrit. Në rastin e tjetër, për sa i përket arrestimit apo asaj që themi vazhdimisht autorizimit që duhet të jepet nga parlamenti, çfarë dua unë, jo çfarë do ndodh, çfarë dua unë. Atë që dua unë është kjo. Kur unë kam thonë që zoti Rama është pjesë e asaj që ka bërë atë që ne themi Plepa 2, dhe them dhe vazhdoj dhe nuk heq fjalë sepse sot rezulton atë që unë kam thënë vazhdimisht që Spaku është Plepa 2 dhe është e komanduar nga Partia Socialiste. Sot është e faktuar që zoti Rama ka qenë personi që ka dhënë ndihmë te zoti Dumani që të arrestojë edhe të vetit, edhe përveç të vetit, thjesht për të treguar tek njerëzit që shiko, erdhi momenti i papërshmërisë që të kapet dhe të preket. Por kjo ishte loja. Sa i përket kontraditës që unë dua të ndodh, është kjo që zoti Rama mos ta lëshoj zonjën Balluku. Pse? Sepse zoti Rama, gjatë momentit kur është frotuar reforma në drejtësi, u knaq çfarë ka ndodhur në kohën që ja kanë marrë njerëz të vet, por edhe njerëz të tjerë që mos ishin pengesë për te, ndërsa për zonjën Balluku duat të shkoj edhe të bëj gabimin fatal. Çfarë?
të bëj lojë me prokurorinë e posaçme, si në kushtet e flagrancës, ashtu edhe në kushtet e arrestimit të saj, çfarë mas sigurisë arrest me burg apo arrest në shtëpi, duke përdorur nenin 288 dhe 289 të kodit të procedurës penale dhe duke goditur në mënyrë të menjëhershëm, frontale, në mënyrë, do thoya, brenda 24 orëve reformën në drejtësi. Pse mos lëshimi e zonjës Balluku nuk kupton qartësi rrëzimi reformës në drejtësi dhe detyrimisht zoti Rama para se të bëjë këtë veprim do bëjë edhe marrëveshje politike për të shpëtuar, sepse goditja përmes Ballukut drejtësisë jep dy mesazhe që te Balluku thot nuk isha unë ai që të çoj ose do të çonte drejt asaj, po unë isha personi që të shpëtova dhe bëra çdo gjë që të shpëtoj. Po në fund fare vjen ajo që ne themi Rufeja edhe e merr Ballukun. Dhe Rufeja është ajo që vet Balluku ka frikë. Çfarë? Momenti kur Rama do të jetë i vetmuar dhe Rama do të kërkoj shpëtim, do të kërkoj mëshirë. Dhe në atë moment thonë përcjell Ballukun, shkoj tek drejtësia e duhur dhe jo të drejtësia jote e mendimit, por të marrim atë që duhet. Çfarë të marrim? Të marrim rezultatin që Rama përpiqej të godas drejtësinë e re, që vetë ai ka reformuar ashtu si thot gjithmonë, por vjen kush? Amerika dhe thot, më fal, drejtësinë e nisëm bashk, por pa pritmas na humbi gjatë rrugës. Për arsye 1, 2, 3. Po është momenti që në një moment investitori thot, ore, po shkoj të marr unë atë kapital që kam bërë sepse në fund fare këta atë kapitalin tim e pas kanë çuar atje kur nuk mban më, dhe çfarë bën? Vjen momenti dhe kërkohet, thohet, ose kapitalin tim ose ty, zgjidhe. Sigurisht personi thot me kapitalin tënd dhe më thuaj çfarë të bëj. Dhe prandaj aty në atë momente pas datës 28 janar vjen momenti i reflektimit, ndryshimit. Qasja e zotit Rama duhet krejt ndryshe, duhet një qasje që do na kuptojnë ndonjëherë 2008-ën, 2005-ën. Pse jo dhe 1998-ën, ku ishte ai ministër, pallati me shigjeta. Pra, mos harroni një fakt dhe mos harroni këtë. Zoti Rama mund të rikthehet tek origjina.